Në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës po luhet supersfida e futbollit të vajzave për eliminatorët e botërorit Shqipëri-Malizi. Jemi në momentet e fundit të takimit. Shqipëria e drejtuar nga tekniku shkodran Armir Grima po kryeson me rezultatin bindës 5-2. Me Anila Bashën, përgjegjësen kryesore të futbollit të vajzave në Federatën Shqiptare të Futbollit, anëtare e Komitetit Ekzekutiv. Anila, urime për këtë performancë. Faleminderit shumë, Gaspar. Në fakt nuk është një punë e vetme e një njeriu, është një punë në grup, më së pari vajzat, të cilat kanë sakrifikuar shumë edhe në këto eliminatore, por edhe stafi teknik që kërkon mirënjohjen dhe përshëndetjet tona, e padyshim puna e palodhur në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku jo vetëm këtë vit, po edhe vitet e kaluara, edhe sezonin e kaluar, presidenti Armand Duka, por edhe gjithë komiteti ekzekutiv ka pasur vullnetin dhe dëshirën për të suportuar futbollin e vajzave në Shqipëri. Ju ishit në çekim me kombëtarin e Shqipërisë dhe festuat me të drejtat e barazim dinjitoz në Prag, dhe kjo ndeshje e sotme konfirmon formën e mirë të vajzave shqiptare. Me thonë drejtën, vajzat sot më duken pak lodhura, sepse konsumuan shumë energji në Prag, në ndeshjen kundër Çekisë, dhe duhet ta mbajmë mend, ne kemi luajtur në Loro Boriçi me Çekin dhe na rrahën me një rezultat 5-1, por barazimi atjeshëm ishte në shije dhe atmosferën e një fitoreje, sepse një pikë e marrë në Prag do të thotë që niveli i vajzave tona është rritur ndjeshëm, patën një rritje të jashtëzakonshme në ndeshjen ndaj Walesit, që e patëm në Elbasan Arena, dhe pavarësisht se përfundoi ndeshja me Walesin 1-0 në favor të miqve, duhet të thënë që vajzat tona kryen një ndeshje spektakolare, plot emocione, plot raste, madje dhe shtylla të cilat nuk u finalizuan në gol, të paktën të kishin marrë barazimin që ishte i merituar, themi, për ndeshje. Trajneri Grima e kishte përgatitur shumë mirë, suporti nga Federata Shqiptare e Futbollit, nga anëtarët e Komitetit Ekzekutiv, nga Komiteti Ekzekutiv ka qenë i jashtëzakonshëm, kështu që vim në një punë në vimësi për të arritur te ky rezultat i sotëm, ku padyshim duhet thënë e hapëm me ndeshjen me Malinezi, patëm disi probleme, e pam që ishte Malizi shumë herë më i mirë se sa Malizi që dikur kemi pas njohur. Ato na shënuan gol për herë të parë, arritëm ta kthenim ndeshjen, ta bënim 2-1 po në Maltëzi, dhe sot jemi në finalen e kësaj pune, ku padyshim do të kemi përpjekjet tona për të mbetur në Ligën B, në xhiron e play-offit. Pra një objektiv që po realizohet me sukses, dhe do të thënë një bravo për futbollin e vajzave që ka një progres kaq të dukshëm, dhe shpresojmë të ecë me shpresoj shumë dhe jemi duke punuar në disa fronte. Nuk jemi duke punuar vetëm me ekipin e parë, me kombëtaren A të vajzave, jemi duke punuar edhe me 19 vjeçaret, 17 vjeçaret, jemi duke punuar me skautimin dhe jemi duke punuar me masivizimin e futbollit të vajzave, pothuajse në të gjithë Republikën, pra që të ketë vëmendjen e të gjithë strukturave, dhe për këtë kemi kërkuar ndihmën edhe të Ministrisë së Arsimit dhe të Ministrisë së Sporteve që ta fusim futbollin e vajzave edhe në shkolla. Kam përshtypjen që vitet që do të kemi përpara do të jenë më entuziaste, duke parë edhe interesimin shumë të madh që kanë tashmë edhe vajzat për të përqafuar lojën e bukur të futbollit. Ishim me Anila Bashën, një emër me të vërtetë i spikatur i medias shqiptare, një gazetare në karrierë dhe drejtuese shumë mediave në Shqipëri, por aktualisht prej 2 mandatesh është anëtare e Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit, që ka mbi supe edhe angazhimin dhe mirë administrimin e futbollit të vajzave. Anila, faleminderit për Faleminderit Gaspar, edhe për ju, edhe për interesimin tuaj dhe për mbështetjen që jepni futbollit të vajzave në Shqipëri. Suksese futbollit vajzave dhe në tërësi futbollit shqiptar. Faleminderit ju.